Gjykata kushtetuese e Shqipërisë la në fuqi vendimet e mëparshme për Albert Frokun, duke vlosur përfundimisht dënimin me burgim të përjetshëm për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj. Vendimi u mor pasi gjykata shqyrtoi kërkesën e Frokut për rihapje të procesit gjyqësor në zbatim të udhësimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njerëzit në Strasburg. Pas rivlerësimit të çështjes, Kushtetutja vendosi të shfuqizojë një vendim të saj të vitit 2018, por në përfundim nuk pranoi kërkesën për rigjykim nga një trup tjetër, duke i konsideruar të rregullta dhe kushtetuese vendimet e dënimit të dhëna nga shkallët e tjera të gjyqësorit. Aktualisht Froku vijon të qëndrojë në Holand. Çështja ka një histori të gjatë gjyqësore. Fillimisht ai u shpalli pafajshëm nga ish gjykata e krimeve të rënda për vrasjen e zyrtarit të policisë, i cili në shkurt të vitit 2013 u ekzekutua për ambanesës së tij. Sipas hetimeve, viktima ish shefi i komisariatit të kombinatit kishte pasur përplasje të mëhershme me të dyshuarin. Prokuroria deklaroi se Lama u qellua nga persona që lëviznin me një automjet të vjedhur, i lidhur me emrat e Enver Stafuka dhe Gentian Betja, ndërsa ekzekutori u identifikuar Ben Froku. Në apel dhe më pas në gjykatën e lartë, ai u dënua me burgim të përjetshëm. Këto vendime u lanë në fuqi përfundimisht nga gjykata kushtetuese, duke mbyllur rrugën ligjore për një proces të ri gjyqësor.